Unë vetë në Paris, kur më vinte Rama në Paris për mbledhjen e komunitetit politik europian, që bashkë me Aleksandrin, dhe i thash, çfarë bën me tërë? A i interesi thash? Çfarë bën me të, çfarë statusi ka? Që mos thua tot. Dihesh botërisht që Rama dhe Soros që janë kaq dhe arriti pika kulminante, ti më flet mua sot për kanalin e Ormuzit që del në plan të dytë pas Zvërnecit. Po ti e di që para një viti në qershor, kur u martua Aleksandr Sorosi me ish shefen e kabinetit të Hillary Clinton, si hapën e kaq syt këtu në Perëndim, në Evropë, kur i zëmi New York Times, që fjalimin e dëshmitarit të martesës në atë asamble pasanikësh dhe demokratësh, e mbante Edi Rama. E ti më thua sot mua që Edi Rama kishte këtë nevojë të lante biografinë e keqe me Sorosin përballë Trumpit. Po ti mendon me detyrim përcaktim. Po ti mendon se Trumpi ka qëllimin e kuq Trumpit. Po, Demalia. Dhe bronte Evropa. Ramën nga rënja e pushtetit vetëm Trump. Prandaj shkon Rama në bordin e paqes. Europa nuk donte, Rama shkon dhe atë ai e mbronte Trumpi. Evropa ishte kundër luftës në Iran, ky kundra mollahëve, ky doli si revolucionari i parë në botë pas Trumpit dhe mollahëve. Atëherë mund themi që kjo Dakord, a mund themi atëherë që kjo që thua ti ju kthyen bumerang Ramës tani? Tani, po, sepse edhe një herë, këto i kritikon Trump. Unë të besova Gocon, Dhëndrin, të bëhen meme botërore ti, Ram, nuk ke shërbime inteligjente, nuk ke shërbime sekrete. Ti pranon që ti pranon që ju kthyen bumerang. Atëherë do të thonë që bëni lëvizje të gabume. Sigurisht, sa shumë ka pikërisht edhe një herë, sepse e mori kollaj historinë e Zvërnecit. Prandaj po them, ti ke shërbime inteligjente, ke shërbime sekrete? Ti tu në Francë, po kemi neve, kur u bënë i Lekberdhët, kjo kritikua shërbime sekrete. Francesët, ti, po çfarë paguash punët? Prandaj po them, para Rama, ideja para edhe një herë, ta marrëm këtu me Trumpin, që Rama e dinte që po udhëhiqte kundra popullit. Rama e dinte që po udhëhiqte kundra popullit, që për ai e filloi mandatin e Rama me një udhëheqje me qeverisje kundra popullit, me armë kimike. Ka 10 vjet Rama që ti fare mirë që udhëheq kundra popullit. Ato vota nuk i ka. Ti do të thuash të kundër, por nuk i ka. Dhe prandaj Rama mundohesh ta kompensonte këtë mungesë dashurie popullore me një mbështetje deus ex machina marsiane nga shtëpia e bardhë dhe arriti. Në një moment i ndodhi karma i ndodhi, i shkau këmba në Zvërnec, dhe tani hajde shikoje Jupiterin në shtëpinë e bardhë në sy. Hajde shikoje. Kjo po i ndodh sot, karma. Po mirë. Demalia për ta mbyllur me Trumpin, se dua kaloj te protesta. Po më jep një koment fundit. Po absolutisht më asgjë. Kjo që po ndodh është si rrjedhoje gjithë kësaj turbulance politike që ndodhi në gjithë botën dhe ne hangrëm një shkelm. Kaq është e thjesht puna. Sigurisht tash janë forcat ndryshme. Për mua, investimi që do bëhet nuk ka asgjë të keqe. Pse transparenca, ato procedurat, gjitha tjetër duhet të jenë sigurisht shumë publike. Këtu është gabimi. Po për sa i përket asaj Zvërnecit, tash kemi edhe i gjë, se unë kam përsërit gjithë sot ditë. Ore, kjo puna me pronën ke neve është bo katastrofë që 91-shin, edhe është bo me ligjin 7501 kur s'ka qenë fare Rama, dhe është bo për vite, dhe pastaj u legalizun, edhe tash i hajde hiqja ti legalizimin që i kanë ato, ku ja kanë legalizu me letra falso disa pronarve dhe pronarët i kanë thonë
pjesë gjyqtarëve. Këtu është një katraur që nuk di ka ta fillosh të ta zgjidhësh, sepse ç'ka që ajo që zotni nuk ka pas, po e përsëris, nuk ka pas privaten, Këneta, në Laguna, në Bregdet, Lum edhe në Pyll. Këto në gjithë botën janë shtetërore. Dhe kur themu që ne kemi masakru natyrën, ne kemi masakru pikërisht se i kemi shkel kjo klasë politike, duke fillu nga 91-shi, i ka shkel me të dy komët, pronën, ndarjen e pronës publike me private, dhe mas ne kanë atarru dhe, po e përsëris pras, ka bo krim më të madh se Enver Hoxha lizi 7501, sepse Enver Hoxha e mori pronën dhe e ngriu. Kurse këto e tjetërsun. Pronën tate ma dhanë mu, pronën time ja dhanë një tjetri, pronën publike e morën vetë, dhe tash dhe do të pagush çmim për gjithë ato që ke bë. Për gjithë ato që ke bë. Dhe ne nuk e trajtojmë. Këtu e ka mungesë, ne nuk e trajtojmë gjën nga fillimi, se ne vejmë gjithë tullat gabim, edhe mas ne themi pse na rrëzu shtëpia. Po rrëzohet ajo.